Sikur i gjithë qytetit të duke i kështu si sot para komunës, me siguri që komuna e Ferizajt do të merrte mësysh. Në ditën e tokës, komunarët e Ferizajt u përkujdesën që ambientin para objektit ku punojnë, ta hieshojnë me lule e dru dekorativ. Përveç drejtuesve të qeverisë lokale, për ta parë nga afër këtë aksion, pushteti ishte kujdesur që taftoj të rinin e LDK-s. Nuk munguan as duar trokitjet, kur i pari Ferizajt e mbolli këtë fidan. Dhe me këtë ne po shënojmë interesimin ton për një ambient më të pastër dhe më i pastër me drojnë dhe me gjelbrime, si synim edhe qeverisë komunale për zgjerimin e hapësirave të gjelbruara, për ajër të pastër më shumë dhe për jetë më të begatshme, të realizojmë edhe synimet që kemi me programin e Gizit Gjerman për avancimin e kompanisë pastërtia, duke realizuar synimin tonë që t'jemi përfitus nga 300 deri në 1 milion euro për krijimin e kushteve më të mira, për pas një funksion më të mirë kjo kompani publike. E zyrtari vetëm për mjedes në qeverinë lokale, Menir Haxhi Musa, thot se kushtet për një ambient më të pastër dal nga dal po përmisohen, por sipas tij, gjendja në terren lë shumë për të dëshiruar. Haxhi Musa shpreson se me zbatimin e urdhresës së ministrisë për shqiptimin e xhobave, ky realitet do të ndryshojë. Realisht në anën e legjislacionit atje të gjitha i kemë planin lokal veprimit për mbrojtjen e mjedisit, kemë rregullorat, kemë xhobat, kemë për ligjet për xhoba. Kohëve të fundit është angazhuar edhe një inspektor për mbrojtjen e mjedisit. Po shihet që veç rezultatet janë të ardhur, sepse ndotja e mjedisit nuk paraqet vetëm me turinat, por paraqet edhe shumë gjëra të tjera, biznese të lloje ndryshme, të cilat nuk janë kanë pajisur deri më sot. Tash tutje jemi duke i obliguar se udhëzimi administrativ që ne ka sjellë Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Qendror, në obligon edhe për xhoba edhe të pajisen bizneset me leje mjedisore aty xhobat, inspektori komunal, inspektori sanitar, do të thotë të gjithë kanë pas çështje në mjedis. Tash është do vepru direkt inspektori që mirret me atë lami. Derisa komunarët po zotohen për një ambient më të pastër, të rinë ferizajas si rëndom në këso ditë të shënuara u angazhuan në pastrimin e hekurudhës së qytetit, por askush nuk u pa tek deponit ilegale të krijuara në përvende të ndryshme publike.